Atëherë goca të shikojmë pak letrat që do na tregojnë për atë person që nuk ka bërë akoma lëvizje dhe nuk kemi sinjale nga ai se ku është dhe nëse mendon për ju. Dhe në fakt letra tregon se ai person aktualisht është me dikë. Është me dikë në kopje dhe i shoh mirë. Por ndërkohë ndoshta ëndra ati personit është dikush tjetër apo diçka tjetër. Dhe unë nuk them dot nëse ai po mendon për ju apo do të bëj lëvizje jo, por nëse mendon për ju, nuk e shoh të tillë, e shoh të dhënë totalisht pas dikujt, ndoshta edhe pas familjes. Dhe këshilla e letrave në këtë rast është që mos prisni kot atë person, se në momentin që do ta lëshoj bashkëshortja e vet apo dikush tjetër që ai ka në krah, atëherë po mund të bëj lëvizje drejt teja, por aktualisht jo. Ciao.